Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Vëllezër dhe motra të nderuar, ju përshëndes kudo që jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi me emisionin Popujt në Kur'an për të trajtuar rrëfime të popujve të ndryshëm, respektivisht profetëve të ndryshëm, dhe për të pa epilogun e një populli, apo epilogjet e popujve të ndryshme, se si ata përfunduan, pse Allahu i përmendi ata në Kur'an, pse ne duhet marrim mësim, pse ne i lexojmë sa herë që lexojmë Kur'an e gjërat e tjera. Besimtari i mirë është ai që merr mësim nga të tjerët. Besimtari i mirë është ai që është i mençur dhe e kupton të tashmen për ta ndërtuar të ardhmen, e mëson nga gabimet e të kaluarës që të mos përsëritet historia në ta. Allahu xhalla xjalaluhu përmend profetët dhe përmend edhe sfidat e tyre dhe sprovat e tyre, padyshim që një prej sprovave ka qenë se ata janë marrë në tallje nga të tjerët. Përpos pra që janë polemizuar, ka ndodhur edhe tallja me profetët. Tallja me ta është një formë e përçmimit dhe uljes së vlerave të tyre në mesin e popujve, përkatës në mënyrë që ata të mos dukeshin se janë të mbivlerësuar, të mbizotruar ose të me autoritet në mesin e njerëzve, por që atyre t'ju ulet autoriteti tërësisht para vetes tyre fillimisht, para familjarëve të tyre e kështu me radhë. Allahu xhalla xjalaluhu i thotë edhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me të cilin po ashtu u tentua që të lozet dhe të bëhet hajgare, të bëhet pra tallje me sjelljen e tij, thot Allahu xhalla xjalaluhu, wa laqad arsalna qablaka fi shi'il awwalin. Ne kemi dërguar para teje në grupe të ndryshëm, domethënë të popujve të ndryshëm dhe të gjenerata të mëhershme. Thot wa ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastehzi'un. Nuk ka ndodhur që atyre t'ju vijë ndonjë profet e të mos tallen me te. Ose pra, sa herë ka pas ata ndonjë profet, ndonjë të dërguar në popujt e parë, ata talleshin me te, se çfarë po pretendon ky profet. Zotën të nderuar vëllezër dhe motra teleshikues të respektuar, vetë misioni i thirrjes, kur vjen një njeri dhe vjen me të vërtetën, nuk është krejtësisht e lehtë që ajo e vërtet të mirëpritet dhe të mirë kuptohet në mesin e njerëzve, për faktin se zakonshëm profetët janë vijë e jashtëzakonshme. Janë vijë që pretendojnë të bijnë në tokë atë që në atë kohë, në atë mes nuk është e njoftun ose është pak e njoftun. Pra ata thyen ato, kushtimisht të themi, tabut që ata i kanë krijuar dhe apetitet që ata i kanë ndërtuar, pra që ne do të përmendim pse kjo ndodh, kjo tallje. Pra në një mënyrë ose tjetër ndodh që vetë pra profetët të bëhen ata faktorët të cilët e destabilizojnë brenda thojzave, po e themi, e destabilizojnë atë jetesën e tyre, atë komfort zonën e tyre, respektivisht të popujve që duket se ata jetojnë në zonë të tillë, por me theks të veçantë të liderëve të tyre, të udhëheqësve të tyre. E kësaj kur ata shkundin pluhnin e mosbesimit, pra pretendojnë që njerëzit të nxjerrin, në fakt ajo është detyra, që të nxjerrin nga mosbesimi i tërësishëm ose besimi i gabueshëm ose besimi i mangët. Pra mosbesimi i tërësishëm të thuhet se nuk ka Zot dhe s'kem për t'u ringjall. Besimi i gabueshëm të mendohet se me Zotin e plot fuqishëm, Zotin i qeve dhe tokës, ekzistojnë edhe zota dhe puta të tjerë, pra besime të gabuara, ose me besime të mangëta të besohet Zoti, por të mos besohet ringjallja. Me fjalë tjera, kur këtyre njerëzve ju bëhet thirrje që këta të lënë adhurimin e zotave të tyre të kohët që i kanë ndërtuar me durët e tyre, dhe të thirrën për të adhuruar Zotin e vërtet, Allahun xhalla xjalaluhu, për të adhuruar atë i cili është i pa fillim dhe i pa mbarim, për të adhuruar atë i cili nuk është i qasshëm
fizikisht të shihet nga njerëzit, por shihen gjurmët e tij. Të thirrën njerëzit të adhurohet ai që për ta nuk është i barabartë. Ata kanë dëshirë që ta besojnë një Zot, por që ai Zot jetë pak më i fuqishëm se ata. Do të thënë ndryshe, të jetë një njeri më i madh, të jetë një krijesë që mund ta perceptojmë për Zot, jo të jetë Zoti i përmasave çfarë është Allahu xhalla xhelaluhu, që është shumë i madh, është më i madhi, është më i madh se gjithësia, dhe ata do ta kenë problem të besojnë një Zot të tillë, të cilin nuk është se ndonjëherë e kanë pa me sytë e tyre, dhe kjo do të nështrohet patjetër vetëm besimin. Dhe jo vetëm kaq, të thirrën që të punojnë për botën tjetër. Botë nga cila nuk ka ardhur askush që ta tregoj, siç thonë pra shumë njerëz edhe sot e kësaj dite në mesin ton, të na tregoj se kush ishte andej dhe si ishte jeta andej, se kishte ferr xhehenem dhe se kishte parajs dhe xhennet. Me fjalë tjera, këto lloj mendimesh, këto lloj pretendimesh se mund t'i ketë dikush në mesin e vetë atij popullit, pra që të thret në besim të mirëfillt atë popull që ata janë të bindur, janë stereotipe pra të vjetra që nuk mund ti mendosh se ata dalin dhe i bashkohen këtij karavanit, kësaj thirrje, pra vërtet ata do të përdorin metodën e talljes, e cila metodë do të ishte njëra prej mënyrave të tyre për të njollosur dhe për të ulë një profet pra dhe personalitetin e tij. Ne për këtë Allahu xhalla xhelaluhu na tregon shumë vende në Kur'an se si ka qenë dhe ka përfunduar ata popull në kuptimin pra pse Allahu xhalla xhelaluhu në fakt pra përmend her pas here arsyet e refuzimit tyre dhe të talljes tyre që ata i kanë pas me ta. Allahu xhalla xhelaluhu në fakt vet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i thot: "Wala tuti'il kafirina wal munafiqin wada' adahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila." Pra Allahu çdo herë i është gjind në këtë rast, pra në librin tonë në Kur'an, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me shprehje të kësaj natyre, ti mos ja vë veshin asaj çfarë thon mosbesimtarët dhe munafiqët, le largohu prej mundimit që ata mundon të ta bëjnë ty, të thonë se je i rrejshëm, rrenacak, je ai që po të mëson dikush se ti vet nuk din, je poet që po poetizon fjalë të huaja e kështu me radhë, je madje i çmendur, je i shitur, e kësaj prej akuzave më ndryshme. Allahu thot le braktise mundimin e tyre dhe mbështetju Allahut, mjafton për ty Allahu të jetë kujdestar i vazhdueshëm. Me fjalë tjera pra Allahu ka pas nevojë që çdo herë ti tregoj se ata janë mundu në mënyrë të vazhdueshme të bëjnë kësa lloj tallje me profetet e tjerë përpara, por ti mos u merr me ta, as mos u merr me përqeshjet e tyre, as me përçmimet e tyre, se ata nuk kanë përfundimin më të mirë. Arsyet janë të shumta dhe të ndryshme të respektuar të shikues, ne po përmendim disa sosh. Një prej tyre është vetë mosbesimi, kufri. Ata njerëz nuk kanë besu dhe rrjedhimisht edhe e kanë shpreh revoltën ndaj thirrësve, ndaj profetëve, pra për faktin se ata në parim nuk i kanë besu Allahu xhalla xhelaluhu ose si kanë besu edhe ati si profet. Allahu thot: "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Thot nëse ata i pyet pse keni vepruar me mënyrën e juaj të refuzimit, ata do të thonë ne jemi konë të dhënë pas lojës, jemi konë të dhënë pas dëfrimit,
E Allahu Gjelle Gjelaluhu të regon se loja dhe dëfrimi pra të talësh me një profet, ajo nuk është e pranueshme, kull e billahi, wa ajatihi wa rusulihi ose wa rasulihi kuntum testehziun me Allahun, me argumentet e tij dhe me dërguarin e tij ju talleni, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Tash mos u arsyetoni. Pra kur ti pyetësh ti në ditën e gjykimit pse ju vepruat, ata do të thonë ne kemi bërë hajgare, se kemi pas seriozisht. Ne nuk kemi menduar që me atë hoxh, me atë, po e them në gjuhën e sotme, me atë hoxh, me atë pasues të profetëve, të bëjmë ne këtë ose atë. Ne nuk ja kemi shoh islamin atij për faktin se e mohojmë islamin, por ne kemi dashur të luajmë me fen e atij hoxhës që po pretendon se ai di të vërtetën dhe di të. Kështu do të thonë edhe shumë njerëz. Në ditën e gjykimit do të pyeten ata, pse ti kishe këtë mosbesim? Pse ti ke këtë shkallë të mohimit të profetit? Ti i popullit të mëhershëm i profetit, ti i popullit të mëhershëm i dietarëve. Ata do të thonë, ne kunna nakhudu wa nal'ab, kemi bë lojë thjesht. Ne nuk kemi pas seriozisht, nuk e kemi nxjerr nga thellësia e zemrës atë që ti po mendon ose po pretendon. Allahu Gjelle Gjelaluhu thot, sot mos u arsyetoni. Pse ju me Allahun, me argumentet e tij dhe me profetin e tij mendoni të talleni? Jo. Ju keni bërë kufër mas besimit që keni pas. Pra, tregon se kjo vepër është pa kurfar dyshimi, është një vepër e kufrit e cila nuk lejohet të justifikohet me pretendimet se kinse ne kemi qenë duke lujt e nuk kemi pas këtë apo atë prej qëllimeve, përkundrazi ju keni qenë të atill që e keni pas thjesht një bindje të tillë. Faktori i dytë ose shkaku i dytë që njerëzit kanë shku drejt mosbesimit ka qenë edhe vetë xhelozia. Nuk kanë mujt ta durojnë, pra hasedi është smundje e rëndë, nuk kanë mujt ta durojnë një profet me gjithë atë pasim që ka pas, me gjithë atë përkrahje nga mesi i njerëzve që ka pas, me një profet i cili ka shpërthy në mesin e popullit që një ditë për ditëve ka qenë prej njerëzve të rëndomt, dhe kur është dërgu, ai të duket se e meriton pasimin. Allahu Gjelle Gjelaluhu na përmend po ashtu dhe i thot vetë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, wa idha ra'aka alladhina kafaru in yattakhidunaka illa huzwa. Thot kur të shohin ata që kanë shpreh mosbesim ndaj teje, ty të marrin me tallje. Ty të trajtojnë me tallje. E hadha alladhi yadhkuru alihatakum wa hum bi dhikri rrahmani hum kafirun. A ky është ai që po përmend kënse zotat e juaj të kot, ai me këtë në fakt është profet pra që Allahu Gjelle Gjelaluhu e tregon dhe e merr për shembull se si bëhet besimi, pra se si bëhet adhurimi i Zotit të vërtet, ju mendoni kësaj. Pra kjo nuk do të duhet të ishte justifikim asesi për ta. Mirë po, në një farforme pra Kurejshit, si Ebu Gjehli e shumë prej liderëve të tjerë Kurejshit, me të dërguarin sallallahu alaihi wasallam Kurejshinin u munduan të talleshin. Do të thonë dhe të bënin atë personin që ky hall i këtij ka mbet me përmend zotat e juaj, ky është ai që duhet të merremi ne me te me kësa fjalë. Pra e kanë shah, e kanë fy, besabes, pra është fjala, e kanë shah, kanë fy për faktin se kanë pretenduar që ky që po i përmend zotat e juaj, po i përmend pra me vetë përçmim, po i përmend me mos ekzistim të të vërtetës rreth tyre e kështu me radhë. Mirë po
ata kur e kanë dëgju Kur'anin kanë thonë kësaj. Wa qalu laula nuzila hadha al-Qur'anu ala rajulin min al-qaryatayn azim. Më konë të kishte qenë ky Kur'an i zbritur nga ndonjë vend, domethënë edhe tek ndonjë burr i madh, që domethënë një tallje tjetër që domethënë ky është ai personi që ne duhet të shkojmë pas tij. Kam pas një kategori tjetër e njerëzve që nuk e kanë pas nga mosbesimi e as nga zilia. Pra pse këtu ishte ky jetimi i djehit, të ishte profet, pra kësaj. Por këta kanë pas thjesht edhe ignorancë. Çfarë ignorancë kanë pas? وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنه قوم لا يعقلون. Allah thot kur ti i thirr ata në namaz, ata namazin e marrin me tallje, e marrin me lojë. Thot dhe këtë nuk e bëjnë për gjë tjetër, por janë popull që nuk dinë. Thjesht nuk dinë. Ignoranca është ata që i mbulon. Kësaj pra edhe në ditët e sotme plot për njerëzve ka që nuk mund ta durojnë nga mosbesimi një thirrje, një thirrës, një hoxh kur thret në rrugën e Zotit. Ka një kategori tjetër që nuk e kanë thjesht mosbesim, por pse nga kategoria e hoxhallarëve të del dikush mund të na jep ndonjë të mirë, ndonjë të jetë ai barabart ose të jetë i mbizotruar, pse njerëzit ta duan atë. Mundohen që hoxhën ta njollosin me gabimet eventuale, ndonjë gaf që mund ta bëj në thirrjen e tij, e që të bëhet temë e mediave, edhe të mundohen pra ta njollosin personalitetin e tij, në mënyrë që fjala e Allahut të mos arrijë në veshët e duhur aty ku duhet ajo të depërtoj, për faktin se ata nuk duan që hoxha të afirmohet. Pra, edhe sikur ti thuhet, pra një hoxh ka aftësi që të bëjë një mirësi për vendin, për shtetin, për vatanin, ata nuk janë gjendje ta pranojnë një që të tillë për çfarë arsye, vetëm për faktin se e mendojnë që nëse hoxhës i lihet privilegja, atëherë do të faktorizohet. Faktorizimi i tij nuk është faktorizim i personalitetit të tij, se këtë janë gjendje ta gëlltisin, ta përbijnë me vlet, por faktorizimi i tij mund të jetë faktorizim i fjalës së tij, e cila tash do ta shohim se çfarë ka ndodhur pra me kategorinë tjetër të njerëzve, pse ata pikërisht pra e kanë mohu. E tash kur ishte kjo kategoria tjetër, thjesht që kanë ignorancë, nuk është që dëshirojnë ta refuzojnë fjalën e Allahut, por kanë një ignorancë të thellë. E atë ignorancë të thellë ata tentojnë ta refuzojnë pra thirrjen e Allahut për shkak të paditurisë për gjërat që atyre ju vinë në thirrjen e profetit në këtë rast. Imagjinoje disa njerëz nga ignoranca e fyjnë fenë, e fyjnë namazin, e fyjnë agjerimin, e fyjnë Ramazanin. Nga ignoranca ju pengon ezani. Ata mendoje pra kur arsyeton jo se kjo është thirrje arabe, se po thirret arabisht. Pra, sikur don të thonë që po të ishte shqip, ne patëm për ta pasuar, por gjësa është arabisht, ne nuk mund të jemi mbrapa thirrjes tij. Pastaj, është një kategori tjetër e njerëzve që kanë dëshirë, kanë simpati konkretisht për vetë dynjan. Ata nuk duan, dhe kjo është kategoria më e madhe e njerëzve, nuk duan që t'i nënshtrohen besimit. Nuk duan që të hynë në kallëfin e kufizimeve fetare. Ata dëshirojnë që të jetojnë të lirë, të pavarur, dëshirojnë që të jenë njerëz krejtësisht që merren me dynjan e tyre, me zhvillimin e tyre, me qefet e dynjas, me dëfrime, me gjithçka që atyre ju ofron dynjaja. Dhe kësaj mundohen që ta bëjnë pastaj refuzimin kinse intelektual ose me arsyeshmëri që ne nuk jemi besimtar për këtë ose atë, ama realisht ata e duan dynjan. E dinë se po ti binden fjalëve të profetit, fjalëve të hoxhës, fjalëve të dietarit, ata do të kufizohen nga shumë prej veprimeve të tyre dhe rrjedhimisht do të duhet që nga të pasurit
që janë të shndronë të rëndën dhe këtë nuk mund të bajnë që në shoqëri të jenë të këtillë. Zuyyina lilladhina kafaru alhayatu ad-dunya wa yaskharuna min alladhina amanu walladhina ittaqaw fawqahum yawm alqiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Allahu xhalla xhelaluhu përmend thot për ata që nuk kanë besu është zbukuru jeta kësaj bote. Dhe janë gjendje të tallën me besimtarët, Ju thuhet ju shkonin haxha, ju shpenzoni parë për të qenë në Arabi, ju agjeroni si të smur, jetoni gjatë tërë ditës së gjatë verore me diell dhe me punë të tëra, jetoni pa pi ujë dhe pa hëngur bukë. Pra bëjnë tallje të natyrore prej më të ndryshmeve e kështu me radhë. Ndërka që Allahu thotë walladhina taqaw fawqahum yawm al-qiyamah. Ata që në fakt durojnë dhe kanë frikën e Allahut xhalla xhelaluhu do të jenë bita ditën e gjykimit. Allahu padyshim furnizon nga ju nuk e llogaritni fare. Imagjinoni për shembull në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u tallën me muezinin e pejgamberit alaihi wasallam, të mëvonshëm pra që ishte muezin në Medinë, me Bilalin për varfërinë e tij. Do thotë janë gjendje të tallën me besimtarët për shkak të besimit të tyre, a në fakt ata e shprehin diku tjetër pra në aspekt të varfënisë ose të ngjashme. Kjo lloj e talljes, do të thonë, ky ka ekzistuar dhe ka vazhduar për gjatë kohë, dhe Allahu xhalla xhelaluhu në një farë forme dhe jep një farë paramendimi, një farë paralajmërimi që kjo mund të zgjatët. Wa yaskharuna min alladhina amanu. Në kohën e tashme të vazhdueshme dhe ata tallën prej atyre që kanë besu. Pra janë tallë një herë dhe nuk kanë ndodhur, por ata tallën në mënyrë të vazhdueshme. Prej metodave tjera është që ata nuk kanë pas argument të fuqishëm të dalin dhe të refuzojnë thirrjen e vet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha al-Qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Thot që në këtë ajet Allahu përmend pra që mosbesimtarët kanë thënë mos e dëgjoni këtë Kur'an. Pra nuk kanë thënë dëgjoni dhe gjejeni të mehtat, po mos e dëgjoni dhe injorojeni atë nëse doni të ta mundni. Injorimi kur një herë nuk është metodë triumfuese. Ti mund ta injorosh të fortin, mund ta injorosh të fuqishmin, por nuk do të thotë se mund ta mposhtësh atë. Mposhtja e tij nuk ndodh me kurfar faktori për këtyre faktorëve që mund të thuhen ose të përmenden me këto metoda ose me atë metodë. Përkundrazi, injorimi vetëm të dobëson ty dhe e fuqizon pjesën tjetër. Imagjinoni kur njerëzit me injorim ose me nënçmimi kanë pa gjeneratat e tjera kur kanë bërë ndonjë veprimtari të caktuar. Pra, me kalimin e kohës kanë prek majet e pushtetit ata që dje janë dukur fëmijë. Kanë prekur majet e pasurisë dhe janë bërë milioner e miliarder ata që dje kanë qenë shumë të varfër. Pra nuk mund të injorohet fakti se dikush përparon dhe zhvillohet. Nuk mund të themi nesë ditët e sotme, kjo është mall kinez. Kjo është prodhim kinez. Që në kuptim më përshmues të fjalës që do të thotë është i dobët. Po, është e vërtetë se ne atë mall kemi kërkuar, sepse Kina ka qenë në gjendje të prodhojë edhe mallra të dobta. Ka qenë në gjendje të prodhojë gjithçka pra. Dhe kur i ka prodhuar mallrat e dobta dhe të lira, ndoshta dikush tjetër ka menduar se ajo nuk ka fuqi për diçka tjetër, por ja që tashmë është fuqi e madhe edhe në fushën e teknologjisë së informacionit, është fuqi e madhe edhe në mikroteknik, është edhe në
artilleri ushtarake është e fuqishme, pra dhe në gjërat të tjera të cilat nuk mund të nënçmohet. Nënçmimi nuk, mos trajtimi i duhur i palës tjetër nuk të çon askundi. Nuk të bën të fuqishëm, nuk të bën të jesh ti kriminal me vetveten e të humbasësh armikun ose palën që ti polemizon. Por përkundrazi, këta që u munduan të thonë pra Kurejshit, mos dëgjoni këtë Kur'an, Kurani u bë i dëgjueshëm dhe i pasueshëm për gjithë Kurejshitëve më vonë. Pra epilogu është se gjithë ata që tallen me profetet dhe në këtë rast edhe me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, përfundimin do ta kenë jashtëzakonisht të kotë. Me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nuk janë tallë vetëm atëherë. Vazhdon tallja edhe në kohën tashme të vazhdueshme. Dhe tallën dhe janë tallë me personalitetin e tij edhe në këtë kohë. Ne në këtë rast do të përmendim se cilat kanë qenë shkaqet kryesore që ata përmenden për tallje në ditët e sotme po flas, për pas vdekjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, çka ja zë udhën një njeri i vdekur aty. Pse mundohen ta njollosin personalitetin e tij në varr? Pse ai është i rrezikshëm për ta duke qenë në varr e tjera. Pra këto dilema do t'i përmendim në pjesën tjetër të emisionit, pasi të bëj një shkutje tani, ju qëndroni me ne, do të themi pas pak. Të respektuar teleshikues, rikthehemi për të vazhduar me rrjedhën e emisionit Popujt në Kur'an, në temën e sonte me pra tallja me profetët, që ishte një metodë që e kishin përdorur popujt gjithandej në historinë e njerëzimit, e kishin përdorur edhe ndaj vet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Kurejshitët, pra populli Mekas, aty ku ai ishte lindur, ishte rritur dhe njihej mirë shumë për besnikrinë e tij, për sinqeritetin e tij, për gjitha të mira dhe mirësitë që i kishte ai në vetvete, mirë po megjithatë nuk ishte shumë i pranueshëm dhe i dëshirueshëm për mesin e popullit aty. Për arsyet që ne përmendëm në pika të shkurta, por ç'është interesantja, pse ky njeri të mos jetë i pranueshëm edhe në ditët e sotme, ose pse të jetë i luftueshëm, është më interesante të thuhet, cilat janë shkaqet që ose faktorë që i kanë shtytë të tjerët të jenë kundër këtij personi në këtë kohën tonë moderne. Çfarë ju bën ai? Cilën pjesë të pushtetit e prek ose e cënon? Cilën pjesë të botës dëshiron ta sundoj? Çfarë dëshiron të marrë nga pasuritë e të tjerëve? Çfarë mund të ketë rrezik prej tij? Pse ata do të merren deri me masa të talljes? Tallje duke qitë në pa personalitetin e tij, me vizatime e piktura e të ndryshme, cilat nuk janë absolutisht njerëzore me askënd, e as më tepër me të dërguarin e fundit, me mëshirën e njerëzimit, me mëshirën e gjitha botave, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Njerëzit u detyruan të merren me te, jo rastësisht dhe jo pahiri. Ata, kur e panë se thirrja e tij ka një përballje me epshet e tyre. Pra, ata do të mund të thonë se Muhamedi ka qenë një profet i paqes. I ka pasur këto probleme, ato probleme në kohën e zhvillimit të Islamit dhe ardhjes së tij këtë botë me sjet, pra. Mirë po, megjithatë është njeri me vlera, ka thirrë në virtyte të larta njerëzore, ka qenë human. Pastaj thirrjet e tij kanë qenë etike, morale e tjera, pra është munduar që ta ndërtoi moralin e njerëzve. Mirë po, pse ai duhet kundërshtohet? Shumë thjesht dhe lehtë. Ai kundërshtohet sepse ai prek pikërisht çështjen e asaj ku të tjerët e ndin veten komod në mënyrën e të jetuarit dhe të vepruarit. Për shembull, profeti sallallahu alaihi wasallam jo direkt ai si person, por thirrja e tij e pasuar nga pasuesit e tij, nga bartësit e sunetit e tij,
nga besimtarët musliman. Pra, është vlerësuar si e rrezikshme. Pse është e rrezikshme ajo? Është e rrezikshme shumë thjesht. Se atyre u aprish matematikat në çështjet e tyre që lidhen me pasimin e dëshirave të tyre dhe epsheve të tyre. Çdo herë që ti mundosh ta jetësosh jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në tokë, atëherë në mënyrë automatike ti je kundër njerëzve që pinë alkool. Për shkak se ky profet, ky pejgamber erdhi tek populli që më shumë të ndoshta kanë pi alkool, kanë pi verë. Mirë po me bizotrimin e këtij njeriu në ato toka, u bë alkooli edhe sot e kësaj dite i ndaluar dhe nuk mund të qarkulloj pra lirshëm në mesin e tyre. Në ditë të sot me Arabia Saudite për shembull, në vende të caktuara, në emër të vizitorëve dhe të punëtorëve të huaj, të cilët punojnë pra në atë shtet dhe janë të besimit të tjera, ka futur alkoolin në disa lokale, në disa vende, por megjithatë nuk kuptohet i natyrshëm. Dhe këtë shembull merre dhe zvogleje. Ndodh në disa vende në Kosovë për shembull, mos flasim në Maqedoni mund ta kemi edhe më të shpesh, në fshatra nuk mund të gjesh birra që shiten. Ata që janë meraklet të birrave dhe detyrohen që të bëjnë disa kilometra për shku dhe për blen një pije të tyre të preferuar, do ta shojnë fen, do ta shojnë edhe do të etiketojnë ata që hoxhallarë që po ndikojnë që madje edhe popullin që po i bojkoton shqitorët atyre banorëve të cilët eventualisht bojnë alkool në depot e tyre, në raftat e tyre, në marketet e tyre. Kështu që kjo është një shembull shumë tipik. Pastaj, imagjinoj ai që ka dëshirë të jetë i pamoralshëm, pra në kuptimin të ketë shumë femra rreth vetes, shumë dashnore e të tjera, pra bën fjalë, bëj mend pra tash. Ai etiketon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam pikërisht në moral, etiketon dhe tallet me të në martesat e tij. Po kush po të bën fjalë për martesa o i nderuar Allah? Ku problemi te martesa që martesa e parë dhe martesa e dytë kanë po të njëjtin mesazh, po të njëjtin qëllim që ti të ndërtosh një familje apo dy familje apo tri apo katër familje. Çfarë të pengon këtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Të pengon sepse ti në një formë ose tjetër je kundër shumë familje në emër të drejtave të grave, atë një llosësh vetë gratë, të prekësh në nderin dhe moralin madje edhe të grave të martuara, kjo është që shumë normale. Andaj këta njerëz kur preken në interesat e tyre, pastaj gjuajnë gur mbi personalitetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, në moralin e tij. Njerëzve që synojnë që të pasurohen me punën dhe mundin e të tjerëve, duke e marrë këta kapitalin e dorë dhe pastaj me atë kapital qelin organizime dhe organizata financiare të ndryshme, banka pra, për kreditime dhe mënyra të fitimit pra nga njerëzit që punojnë me bizneset e tyre dhe ti jep kredi të lehta të rënda kështu me radhë, këtyre ju pengon kjo qasje. Pse ju pengon kjo qasje? Sepse ti po bën një thirrje që të pasohet një njeri i cili me ardhin e tij është ndal kamata, është ndal fajdja, jo fajdja kjo e njohshmja, po është ndal tëna llojet e kamatës që të përfitohet në kurrizin e tjerëve në emër të borxhit që ti ja jep. Nëse ke mundësi t'ja jepësh ti ndihmosh është në rregull, nëse jo të çaj të punoj për ty më shumë se sa për vete. Pra, kjo i bie se këta njerëz preken ndeshen në pikërisht në ato gjëra të cilat janë të njoftuna që ardha Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i ka çrrënjos, i ka largu nga shoqëria që ka qenë alkool pirse, që ka qenë e pamoralshme, po ashtu që kanë përdor kamatën në mënyrë më të egël dhe më të flisht, e shumë të tjera, pra gjithë këtyre kjo ju pengon dhe mundohen që tash ta etiketojnë se ka qenë kështu ose ka qenë ashtu.
e kanë pas se thirrja e tij, pavarësisht gabimeve të pjesëtarëve të muslimanëve që mund të bënë her pas here, dhe pavarësisht njëllosjes eventuale që mund t'ja bëjnë atij, megjithatë ajo po transmetohet nga gjenerata në gjenerat, nga vendi në vend. Dhe feja më e konvertuar në kuptim pra kur njerëz të tjerë janë ardhur janë fut në islam, është pra feja islame. Feja që më së shumti vijnë pjesëtar nga besimet e tjera është feja islame. Feja që më së pakti ka dalje për kësaj feje është feja islame. Pra të pak janë ata njerëz që e mendojnë se është e kot të jesh musliman ose është mbrapa mbeturi të jesh musliman e kështu me radhë. Përkundër orvatjeve të ndryshme nga qarqe të ndryshme, nga lindja e Perëndimi, nga ai vende nga ky vend, mik e armik pra që mundohen që të vinë dhe të depërtojnë në mesin ton me figura dhe personalitete të ndryshme, megjithatë nuk ja dalin. E kishim shembullin më interesant në vetë Kosovën tonë. Thirrja e grupit të ashtu quajtur të Deçanit, thirrja publike e tyre, thirrja madje në faktorizimi i tyre nëpër media me dëshirë ose pa dëshirë, e bëri që të duket se shumë njerëz po konvertohen dita ditës. Kishin një hap, një hov shumë të fuqishëm në këtë çështje. Mirë po, po ato ditë bëhej regjistrimi i popullsisë, kjo popullat doli që të deklarohet me bindje të lirë dhe vullnet të lirë se janë afër 94% musliman. Atëherë kjo i bën që ata të mundohen ta njollosin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pasuesit e tij, thirrësit e tij, pasuesit e sunetit e tij, pra hoxhallarët e tjera, pra në gjitha këto mënyra ose forma që ata mundohen ta etiketojnë. Ka dhe diçka tjetër. Ka plot njerëz që nuk kanë absolutisht njohuri për vetë biografinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për islamin, për zhvillimin e tij. Por janë thjesht të keq informuar dhe janë pjesë e mediave të ndryshme që plasojnë anë më negative të mundshme ndaj një fenomeni të caktuar, ndaj zhvillimit të diçkafit në islam e kështu me radhë. Po dua të them pra me organizata të ashtu quajtura terroriste janë munduar që të njollosin për shembull tër islamin dhe njerëzit tashmë në vende të ndryshme në botën e mbar, por me theks të veçantë në botën perëndimore, nuk është se din diçka të keqe për islamin. Drejt për drejti, por e din nga këto veprime që kinse organizata të vetë muslimanëve janë duke i bërë, qoftë veprime të dhunshme, qoftë veprime të dhunës, të kamikazëve, të vetë djegjes, të vetë flijimit, të kësaj edhe të asaj, dhe ata pastaj të rrinë, sikur me thonë, me frikë se një musliman është në aeroport sot, sikur ka ndodhur pra pas vitit 2001. Pra të rrinë në edhe se eventualisht një fetar, këtu mund të thotë fjalinë e famshme Allahu Akbar dhe këtu tash vesh prite se ku do të ndodh ky shpërthim ose ai shpërthim. Në vend se fjala Allahu Akbar, ajo thirrja e ezanit për lutje dhe falje të jetë më shumë e njohshme në mesin e tyre, ata më shumë e njohin këtë fjali si fjali motivuese dhe e guximshme për ndonjë rebel, për të bërë ndonjë akt terrorist ose për të bërë ndonjë shpërthim kështu me radhë. Me fjalë tjera janë munduar që me kësis lloj propagandash ta ngjyrosin dhe ta njollosin islamin tonë dhe njerëzit natyrshëm që nuk janë gjendje ta dinë se ky profeti që ju po e vizatoni, ky profeti që ju po e pikturoni, që po mundoni ta nëpërkëmbni, ky është jo vetëm vull e profetësisë, jo vetëm që Allahu ka pranu, e ka zgjedhur që të jetë ky fundi i gjithë profetëve, po ky ka qenë mëshirë për ty dhe mua. Mëshirë jo vetëm për ty dhe mua, po për gjithë njerëzit, jo vetëm kaq, për gjithë botët bimore, e shtazore, e ku ta diun çfarë, të gjitha këto janë
i gëzohen sepse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë mëshirë për mbar njerëzimin. Natyrshëm pra që me këtë janë munduar që edhe të tërheqin vëmendjen nga veprimet tjera. Pra, kur ata etiketojnë Muhamedin sallallahu alaihi wasallam dhe ne merrim me mbrojtjen e tij, ti veçeshe një operacion luftarak në një popull ose në një vend dhe arsyetimin pasaj e akteve të tilla ta kenë atë se ata po luftojnë të keqen, po luftojnë terrorizmin, po luftojnë radikalizmin, po luftojnë këtë ose atë. Me fjalë tjera, kjo i bën se njerëzit në rrethana të tilla mundohen që ta maskojnë vetveten me lloj-lloj maske, me lloj-lloj thirrje, pra që mund të jenë shumë dashakëse për vendin dhe për besimtarët, mirë po në të njëjtën kohë mundohen që me veprime të tilla të joshin të tjerët, pra të mendojnë se vërtet kjo fe i ka këto defekte, e ne në anën tjetër po merrem me punë të tjera të cilat edhe mbase mund të arsyetohen. Pra pas gjitha atyra akuzave kundër terrorizmit islamik që ishte në dekadën e kaluar, atëherë u arsyetonin edhe veprimet më kriminale të njerëzve që hynin dhe në për xhamia bënin vrasje ose në vende publike ku gjendeshin shumë musliman, sikur që ishte edhe para pak ditëve në këtë vit, pra kur dikush futet kinse po falet dhe nxjerr mllef me disa të rëna me thikë, për shembull ndaj një muslimane që fillimisht i drejtohet ka ai sikur të jetë xhamalliti, pra e qet imam, me pastaj e therr me thikë dhe e lëndon për ta lënë të vrarë në vend, dhe edhe pasi e kupton se ai ka rënë, i vdekur friksohet se nuk e ka kryer punën mirë dhe i kthehet përsëri. Dhe pasi e bën edhe atë, pra e sheh se ky nuk mund të ngjallë sepse i bën disa goditje me therrën e tij, atëherë mundohet edhe ta filmoj, pra që ta ngop epshin e tij edhe egon e tij luftuese kundër fenomenit të muslimanëve. Këto ishin disa prej arsyeve pse ata në mënyrë të vazhdueshme janë tallë me profetët popujt e mëhershëm, e pse edhe në këtë kohë tallën me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ai nuk është i gjallë. Atëherë të respektuar të shikues, këtu edhe jemi në fund të halkës të këtij emisioni pra popujve në Kur'an, që për natën e sotme kishim pra talljen me profetët në përgjithësi, popujt e ndryshëm që kishin edhe kurejshitet, edhe këta bashkohorët me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Për të takuar në javën e ardhshme, ju lëmë në kujdesin e Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.